Shikues të Channel One, kjo është hapësira aktualitet. Do të flasim gjithësisht me profesorin dhe kryetarin e Partisë Demokracia Sociale, zotin Pascal Milo. Zotin Milo, përshëndetje. Përshëndetje. Ka nisur tashmë një tryezë politike me detaje kryesisht të reformës zgjedhore, një reformë gjithësisht e debatuar ndër vite. Së pari, kush po I përfaqëson kushtet dhe kërkesat tuaja në këtë tryezë dhe në çfarë mënyrë po përfaqësohen këta? Për hir të së vërtetës, në atë tryezë nuk ka përfaqësim adekuat të interesave tona, të zërit ton. Për arsye se çdo parti politike parlamentare që merr pjesë në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore ka pikpamjet e veta, ka kërkesat e veta, që gjithsesi ndonë se mund të jenë në disa çështje të njëjta me tonat ose të prafërta me to, prap gjithsesi nuk janë të njëjta. Prandaj nga kjo pikpamje ne nuk kemi përfaqësim të drejt për drejt në tryezë, por është thënë se do dëgjohemi të gjithë përfaqësuesit e partive të treta, të cilat në zgjedhjet e fundit për pushtetin vendor ka marrë 1% e lartë të votave të elektoratit shqiptar. Që për mendimin tim sigurisht që kjo është pak, sepse nuk ka rëndësi nëse të dëgjojnë, po ka rëndësi se çfarë do të marrin në konsiderat nga ato çka ne do të shprehim para Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dhe mund të dëgjojnë bile me mjaft vëmendje edhe me shumë seriozitet, por nga ana tjetër, nëse nuk kanë dëshirë dhe vullnet politik për të bërë një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, një reformë zgjedhore që të qëndroj kohës dhe problemeve që ajo mund të sjellë, por nëse do mendojnë që do bëjnë përsëri një reformë zgjedhore si një zgjatim I mëtejshëm I atyre të ashtu quajtura reforma zgjedhore që janë bërë në këto 20 vjetë, sidomos këto vitet e fundit, atëre përsëri kjo do të ishte një pes me hiç, thot populli, dhe përsëri do të riktheheshim në një edicion të ri të një krize të ardhshme. Prandaj jam skeptik për sa I përket procesit që ka nisur, nuk shoh të ketë një transparencë ashtu siç është premtuar dhe ashtu siç është kërkuar edhe nga OSBE Odiri, nuk shoh që të ketë një gjithëpërfshirje, jo vetëm të faktorëve të tjerë politik në mënyrë substanciale, por as edhe të shoqërisë civile, as edhe të grupeve të interesit. Pra, me pak fjalë, kemi të drejtë, kemi dyshime për transparencën dhe procesin e gjithëpërfshirjes në këtë reformë shumë të rëndësishme. Shpesh jeni takuar edhe si parti opozitare dhe sigurisht që Partia Socialiste ndoshta ka dhe peshën kryesore për të paraqitur ose për të pasur edhe opinionin e aleatëve të saj. Ju çfarë keni diskutuar kryesisht në tryeza dhe si pretendoni të çoni drejt plotësimit ata kërkesa që ju keni sa I përket kodit? Nëpërmjet Partisë Socialiste dhe a keni më besim? Shiko, Partia Socialiste është partia më e madhe e opozitës dhe ajo është e interesuar që të ketë një reformë zgjedhore në konceptin e saj sa më të mirë. Por koncepti që ka Partia Socialiste për reformën zgjedhore ose kërkesat që ka Partia Socialiste për reformën zgjedhore, jo të gjitha dhe jo gjithnjë përputhen me konceptet dhe kërkesat që kanë aleatët e saj në lidhje me reformën zgjedhore. Ne kemi marrë disa premtime nga leadershipi I Partisë Socialiste për të na mbështetur, për shembull, në vendosjen e elementit korektimit kombëtar në sistemin aktual proporcional rajonal ose në numërimin elektronik të votave në fund. Por mbetet për të parë tashti konkretisht se si Partia Socialiste do të luftoj në komitetin e ekspertëve ose në komisionin parlamentar për të mbrojtur jo thjesht interesat e partive, aleatet saj, por këtu duhet mbrojtur parimet, para se të flasim për mbrojtje interesash, koalicionesh apo partish.
duhet të kemi të qartë që këtu ne duhet të bëjmë një ligj zgjedhor i cili, siç thash, të qëndroj kohës, i cili të jetë parimisht në përputhje me kushtetutën në radhë parë, por që të jetë një ligj i cili u ofron shanse të barabarta të gjitha forcave politike, të gjitha atyre që duan të garojnë në një vend demokratik me rregulla dhe ligje demokratike. Pikërisht për këtë duhet luftuar, dhe kjo është kryesorja, sepse po të nisemi gjithnjë nga mënyra e vjetër e të menduarit për të bërë një kod zgjedhor që të favorizoj njërën apo tjetrën palë, ose dy partitë e mëdha politike dhe të tjerët vafshin në djallë, atëherë përsëri nuk kemi për të bërë një kod zgjedhor në përputhje me kushtet, në përputhje me kërkesat për të ndërtuar vërtet një Shqipëri demokratike, në përputhje edhe me vullnetin e shqiptarëve, të cilët një në 4 vjet e shprehin këtë vullnet, dhe po s'patën instrumentin dhe mekanizmin e duhur demokratik që vullneti tyre të shkoj atje ku është adresuar për të vajtur, atëherë përsëri nuk do të kemi një palë zgjedhje korekte, të rregullta, të ndershme dhe të lira, siç kërkojmë të gjithë, por mbetet përsëri pastaja për tu parë. Uroj që të mos ndodhë kështu këtë herë. E qartë. Në fakt, cili është ky kod për cilin ju flisni? Ideal, ndoshta. Kod ideal nuk ka, po të bëjmë një kod të mirë. Edhe sistemet zgjedhore janë të gjitha shumë të mira, por puna është si zbatohen ato, ose për çfarë kodi bëhet fjalë dhe për çfarë vendi zbatohet ky kod. Se kodi që kemi neve, proporcional, rajonal, është një kod shumë i mirë, por jo për Shqipërinë. Është një kod shumë i mirë për Spanjën, sepse ai është ndërtuar si kod duke patur parasysh veçoritë e Spanjës si një vend ku ka etni të ndryshme, rajone të ndryshme, me veçori specifike, jo vetëm demografike, po dhe etnike, dhe që është interesi i Spanjës që gjithë këto rajone me veçoritë e tyre të jenë përfaqësuar në Parlamentin Kombëtar. Është Katalonja, janë Baskët, janë Andaluzianët dhe krajinat të tjera në Spanjë me veçoritë, të cilat ky sistem i përfaqëson ata në Parlamentin Kombëtar. Pra është ndërtuar për Spanjën posaçërisht, po jo për Shqipërinë. Dhe kopjimi i tij dhe zbatimi i tij në mënyrë mekanike të verbër në terrenin shqiptar ka sjellë shumë probleme. Prandaj nuk është i vlefshëm për Shqipërinë. Mund të jetë shumë i mirë për Spanjën ose për ndonjë vend tjetër që ka strukturën demografike etnike të Spanjës, po jo Shqipëria. Pra nga kjo pikpamje duhet të them që ne nuk se jemi kundër sistemit spanjoll se është spanjoll, ose sepse prek interesat tona, po nuk është i përshtatshëm për kushtet e Shqipërisë. Ne kemi pasur sistemin shumë të mirë, sistemin e përzier majoritar proporcional, ose të quajtur sistem gjerman, që i afrohej më së miri kushteve të Shqipërisë. Por tani përsëri ka rrugdalje, në qoftë se do ketë vullnet politik të dy partive të mëdha për të vënë disa elemente, për të bërë disa korrigjime në sistem, sepse shpesh keq kuptohet kërkesa jon. Ne nuk jemi për ndryshimin e sistemit, që automatikisht kërkonte ndryshimin e kushtetutës. Ne jemi për korrigjimin e sistemit brenda kodit elektoral. Janë të gjitha mundësit që kjo të bëhet korektimi kombëtar i sistemit rajonal proporcional, që do të thotë që të gjitha votat që partitë e treta, përveç 2 partive të mëdha, marrin në të gjitha zonat elektorale, në të gjithë vendin, të mblidhen së bashku dhe tu llogariten në mandate këtyre partive, se janë vota që shqiptarët ja u kanë dhënë këtyre partive, dhe asnjë parti nuk ka të drejtë të vërdor dhe të marrë votat që janë adresuar tek partitë e tjera. Në 2009 pikërisht kjo ndodhi, që 2 partitë e mëdha morën votat tona
dhe votat tona u transformuan në deputet që i morën PD-ja dhe PS-ja. Kjo është anomalia më e madhe që ka ky sistem dhe që duhet korrigjuar nëse do të flasim për të patur një kod zgjedhor të drejtë dhe që të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, kjo është kërkesa jone e parë dhe kryesore. Tjetër problem. Ne kemi problem ose propozim për të mos thënë problem për listat të hapura. Pse të jenë listat të mbyllura? Listat duhet të jenë të hapura sepse shqiptarët në fund të fundit duan të dinë se për kë votojnë. Por kemi një listë sipas humorit të kryetarit të partisë që cakton listën dhe shqiptarët nuk e dinë kush për kë votojnë, kush do interesohet drejt për drejtin nesër për ta, etj. etj. Dhe kjo nxit garën brenda vetë partive, e bën më masive tërheqjen e vullnetit shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare. Tjetër, kemi kërkuar dhe besoj se këtu nuk ka pse të mos jenë dakord dhe partitë e mëdha, të paktën Partia Socialiste e ka shprehur qartë që është për numërimin elektronik të votave në fund procesit, që shmang manipulimin, shmang vjedhjet, shmang futjen e duarve në kutitë e votimit. Por para kësaj do të ishim edhe për identifikimin elektronik të votuesve, me qëllim që të shmangim një të keqe tjetër të madhe që ka ndodhur në zgjedhjet shqiptare, siç është për shembull votimi kolektiv, votimi i kryefamiljarit për 20 familjar të tjerë, gjë që është një nga vërejtjet kryesore që ka bërë edhe OSBE Odiri në raportet e saj, ose që keq shfrytëzohen listat zgjedhore për të shtuar në mënyrë abuzive numrin e votuesve për një parti ose për një tjetër. Pra që shkojnë votojnë njerëz të tjerë me emra të tjerë të rreme dhe në qoftë se do ketë identifikim elektronik të votuesit, kjo shmanget. Po kështu kërkesat tona janë për të patur një baraspesh në përputhje me peshën politike që ka çdo parti, edhe në trajtimin monetar si mbështetje financiare për fushatën elektorale. Jo disa i kanë parat me thas dhe të tjerët nuk kanë asnjë lek për ta xhuar për fushat. Kjo nuk është drejtësi, nuk është barazi. Nuk duam barazi, egalitarizëm absurd, sepse një parti e vogël ose e mesme nuk mund të krahasohet me dy partitë e mëdha. Por duhet të ketë një minimum mbështetje që edhe këto të futen në garë me një kusht pak a shumë normal. Tjetër, duhet rregulluar patjetër raportet e propagandës televizive, ku është parë që ka çrregullime të mëdha, ku disa kanale televizive fillojnë dhe mbarojnë me propagandën e njerëz prej dy partive të mëdha dhe të tjerat nuk gjejnë pasqyrim fare. Pra nuk kanë mundësi që të shprehin dhe të dëgjohen nga elektorati pikpamjet e tyre, qëndrimet e tyre, gjë që kjo është përsëri e padrejtë dhe zhvën në dukje. Dhe po kështu mund të numëronim dhe mjaft çështje të tjera, po unë mendoj se këto janë kryesoret që ne kërkojmë, sepse këto do të bënin një kod zgjedhor të gjithë pranuar, ose për të thënë të mbështetur maksimalisht nga spektri politik i dy krahëve dhe që nuk do të lindë shteg për të krijuar alibi më vonë pas zgjedhjeve nga një parti apo se nga një tjetër që nuk është zbatuar kodi zgjedhor që ka qenë i padrejtë e tjera e tjera. Sa mendoni se duhet jetë pragu elektoral me që jemi te kushtet e propozuara? Në qoftë se mbetet ky sistem nuk ka prag elektoral. Dhe nuk duhet të ketë. Jo, nuk duhet të ketë sepse ne do futemi si koalicione. Dhe nuk ka problem pragu elektoral as për demokracitë sociale, as për një parti tjetër, se po futet si koalicion. E kalon atë prag elektoral. Pragu elektoral është i vlefshëm vetëm për ato parti që futen vetëm. Pra ju do jeni në koalicion? Po patjetër është sistemi që imponon koalicionet. Se me kë koalicion do jemi, ajo është tjetër punë. Ose si do krijohen koalicionet. Po vetë formula dhe logjika e këtij sistemi është që do shkosh në koalicion në rast se do që të jesh i suksesshëm. Po nëse sistemi ndryshon sipas atyre kushteve që ju propozuat. Përsëri mbetet. Mund të vihet një prag
por ai prag nuk vjet për partitë, ai prag do vjet për koalicionin. Dhe çdo koalicion atë prag e kalon. Apo jo? Kështu që nuk është problem. Formula e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas ju, si duhet të ndryshojnë? Ashtu siç ka rekomanduar OSBE Odiri, që duhet të jetë një komision jo politik. Duhet të jetë një komision i pavarur nga partitë politike, një komision ekspertësh, sepse ne kemi vuajtur shumë nga politizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në mënyrë të veçantë në zgjedhjet e fundit. Dhe nëse ne do të vazhdojmë përsëri të kompozojmë komisione qendrore me militant partijak, atëre nuk kemi plotësuar një nga kushtet e OSBE Odirit. Pra duhet gjetur një formulë që të garantoj pavarësinë e këtij institucioni shumë të rëndësishëm në administrimin e zgjedhjeve. Dhe jo vetëm ai, por gjithë piramida e administratës zgjedhore duhet të jetë departizuar. Dhe ka mjaft njerëz, ndose ka rezerva se ku do gjenden njerëzit që do të mund të administrojnë zgjedhjet. Në qoftë se do të fusim qoftë identifikimin elektronik të votuesve dhe numërimin elektronik të votave, automatikisht shmangen. Shumë një ushtri njerëzish shmangen, sepse punën mekanike që do bënin këta komisioner për të numëruar votat e bën makineria elektronike. Kështu që nuk ka nevojë të jenë këta. Mjafton të ketë prezencë çdo parti politike një vëzhgues atje dhe të shikojnë ç'e rezultate nxjerr makineria elektronike. Dhe nuk do kenë nevojë që komisionerët të bëjnë 1001 marifete për të fshehur e për të vjedhur votat e për të kontestuar votat e tjetrit. Pra, vetvetiu përmirësimi i infrastrukturës dhe modernizimi i saj çon edhe në minimizimin dhe në kompozimin e këtyre komisioneve të ndryshme, qoftë grupit të numërimit, qoftë komisioneve të pranishme gjatë procesit. A do ishte një nga zgjidhjet kalimi i shumë kompetencave që ka KQZ-ja atë kolegjit zgjedhor, pra vendimmarrja të jetë në gjykata, nga eksperjenca e këtyre të fundit? Është propozuar nga disa juristë kjo? Unë do të dëshiroja që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ishte një autoritet i pavarur që të merret me administrimin e zgjedhjeve. Unë e kuptoj dëshirën e mirë të juristëve, por duhet kemi parasysh edhe trysnin që kanë organet e drejtësisë nga politika në Shqipëri, gjë që është dëshmuar edhe gjatë zgjedhjeve të fundit. Pra, nëse do të kishim, që për fat keq nuk i kemi, institucione të pavarura të gjyqësorit, atëre unë do të isha plotësisht dakord që këtë çështje ta merrnin në dorë gjykatat dhe në këtë rast kolegji zgjedhor, i cili përbëhet nga anëtarë të gjykatës apelit apo jo. Por për fat të keq ne nuk kemi trup gjyqësore të pavarur në Shqipëri. Mund të kemi individ të ndershëm që punojnë në institucionet e drejtësisë, por në tërësi institucionet tona të drejtësisë vuajnë nga mungesa e pavarësisë dhe vuajnë nga trysnia e madhe e politikës që u bëhet në një mënyrë ose një tjetër. Prandaj kjo nuk do të ishte zgjidhje për mendimin tim. Suksesi i tryezës në fakt varet shumë edhe nga pjesëmarrja juaj, jo vetëm suksesi, por edhe plotësimi atyre kërkesave që u keni nga pjesëmarrja juaj në parlament, pa pjesë e parlamentit pas zgjedhjeve të 2013-s. E përmendëm pak më lart, por sërish doja të dija pak më zgjeruar, si do mund t'ju shohim në parlament të gjitha këta parti në thonjza të quajtura të vogla, edhe të mesme, sikundër ka ndodhur, ka qenë sistem elektoral, pra do eliminojmë këtë sistemin tre partijak aktualisht, pra PD, PS dhe LSI. Në çfarë formulë do ju shohim në parlament? Është shpejt për të parashikuar se ç'mund do të varet shumë nga tryeza. Jo, do të varet shumë nga rezultati i zgjedhjeve të vitit 2013, sepse kompozimi i parlamentit del nga rezultati i zgjedhjeve. Pra, nëse flasim se si do të jetë kompozimi i ardhshëm, nëse do të zbatohen
këto sugjerime që ne japim, patjetër që do ketë një numër më të madh partish politike prezente në Parlamentin shqiptar. Gjë që këto 2 vjetë, gjysmë 3 vjetë që po bën ky parlament që kemi parë se sa nevojë ka patur për aktorë të tjerë politik aty, sepse është bllokuar parlamenti dhe se në parlament patjetër që qenia e disa partive të tjera politike do ta bënte edhe më të zhdërvjellët parlamentin, do ta bënte edhe më të manovrueshëm, edhe jetën politike do ta pasuronte më tej, sepse shqiptarët mbetën duke parë vazhdimisht edhe ndeshje boksi me 22 aktorëve kryesor në Parlamentin shqiptar, pa le që po shohin gjithmonë një shterpësi gjithnjë më të madhe idesh dhe pikpamjesh, dhe e madje për të mos folur pastaj për parlamentar të cilët qëndrojnë me mec pa folur për 4 vjet dhe që nuk përfaqësojnë as interesat e elektoratit që i ka zgjedhur. Pra me pak fjalë, kemi një parlament jo cilësor, sepse është një parlament që ka dalë nga një palë zgjedhje të deformuara që në fillim, që nga sistemi, që nga mënyra e organizimit të zgjedhjeve dhe deri më pasaj tek përzgjedhja e kandidaturave. Në fakt, shumë parti, konkretisht edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, është shprehur skeptike, sikundër edhe ju po shprehni mbi rezultatin e kësaj tryeze për sistemin elektoral. Ajo që doja të dija është nëse gjithë kjo frymë politike e këtyre partive është kaq mosbesuese ndaj këtij sistemi, çfarë duhet të bëni ju për të ndërhyrë sa shpejt, qoftë edhe në tryezë konkretisht, dhe a do ishte kjo zgjidhja në 2013 nëse e gjithë ky sistem do ngrihej mbi bazën e forcës së kartonave, pra të PD-s dhe PS-s që janë vendimarrëse në tryezë? Rreziku ekziston që të përsëritet ajo çka u bë në vitin 2008. Por ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona, pra partitë e treta që tashmë ka dalë ky term i ri për t'i karakterizuar, duke u përpjekur për të sensibilizuar opinionin publik, duke u përpjekur për të sensibilizuar opinionin ndërkombëtar, OSBE o dirin me argumentat tona, duke u përpjekur për t'i bindur 2 partitë e mëdha se nuk duhet të tregohen egocentrike, se nuk duhet të shikojnë vetëm interesat e tyre të ngushta partijako-politike, po duhet të shikojnë parasitësh interesat e gjithë shqiptarëve, dhe këtu nuk e kemi fjalën për vetëm për neve, po për t'i garantuar vërtet këtij vendi një stabilitet politik dhe një qëndrueshmëri afatgjatë, dhe jo vetëm sa për një palë zgjedhje. Se kështu është menduar deri tani, me këtë logjikë është shkuar kur janë bërë arënimet në kodin zgjedhor për disa herë rresht. Prandaj, unë mendoj që duke kryer këto veprime të cilat ne i kemi në agjendën tonë, ne shpresojmë që do të gjejmë në fund të fundit një mirëkuptim për një minimum kërkesash. Pak kohë më parë bëhet dhe një tryezë, zhvillohet një tryezë politike me kryetarët e partive. Në fakt u lexua se një presion ndaj PD dhe PS-s. Do kemi një tjetër tryezë të tillë? Në përputhje me zhvillimin e ngjarjeve dhe me ecurinë e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, mendojmë që do të adaptojmë qëndrime të tjera për të përfaqësuar dhe për të shprehur interesat për një kod zgjedhor sa më gjithëpërfshirës, dhe patjetër besoj se do të ketë aktivitete tjera të përbashkëta të partive të treta, qofshin këto të partive të majorancës apo edhe të opozitës, madje do të ketë dhe një sensibilizim të mëtejshëm të trupit diplomatik në Tiranë. Kryetari i Partisë Socialiste, sigurisht kjo është edhe në të mirë të reformave të mëdha, ashtu dhe nga ajo që ju sapo thatë. Pra duket një klim e zbutur me Partinë Demokratike, të imponuar edhe nga faktori ndërkombëtar apo nevoja për të pas një reformë të rëndësishme zgjedhore. Gjithsesi ju vetëm kështu e lexoni pra këtë afrim dhe fakti që në tryezën e sistemit nuk janë të pranishëm mediat gjatë diskutimit. Ai tremën i faktit të miratimit të një kodi dhe reforme e cila asgjë nuk do merret mendimi juaj, po gjithsesi është fakti kryer dhe
nga kjo do nisemi drejt një rrugë, siç thatë ju, të shumë të shtrëmbër dhe të dëmshme për zgjedhje. Rreziku ekziston, dyshime kemi, por është ende herët, sepse komisioni vet nuk ka filluar akoma debatin në lidhje me kodin zgjedhor, po tani jemi në fazën kur po punojnë ekspertët. Dhe padyshim, po arriti puna deri tek komisioni në tavolinë që qëndrimet bëhen publike, atëherë është vonë, sepse janë ekspertët e dy palëve ata që formulojnë qëndrimet, dhe ata qëndrimet nuk i formulojnë a priori thjesht si ekspert, por ata janë ekspert politik të partive respektive. Kështu që në ekspertizën e tyre, ata përpiqen të fusin klauzola të cilat do favorizojnë partitë e tyre respektive, dhe për këtë ata nuk kanë nevojë që të bëjnë debate të gjera për të nuhatur interesat që kanë partitë e mëdha, por merren vesh fare mirë kur vjen puna për të mbrojtur interesat e tyre, pra të dy partive të mëdha. Dhe nga kjo pikpamje ne nuk kemi ndonjë iluzion, por puna është që këtu leadershipet e dy partive të mëdha politike duhet ta kuptojnë se fitoria e njërës apo e tjetrës palë vjen nga fakti se kush di të mbaj më afër aleatët, kush di që të krijojë një klim besimi reciprok në koalicionet respektive, kush di në fund të fundit të hap një perspektiv bashkëpunimi jo vetëm para elektoral dhe elektoral, por edhe post elektoral në rastin e një fitoreje. Pra, kush di me pak fjalë të shikoj më largë se sa interesat e ngushta të përkohshme të një force politike të caktuar që synon të vijë vetë në pushtet. Për këtë temë që ne po diskutojmë, ju keni diskutuar sigurisht edhe në tryeza dhe me zotin Rama konkretisht. Në tryezat e partive opozitare. Në fakt, kur ka qenë tryeza e fundit e partive opozitare dhe për çfarë keni diskutuar? Pse i përket edhe kodit dhe sistemit? Ne kemi veç gati 2 javë që kemi folur për herë të fundit për këto çështje që po bisedojmë, dhe në disa drejtime nga ato që unë përmenda, ne kemi gjetur një mirëkuptim nga Partia Socialiste për të dhënë mbështetje, por deri në çfarë mase dhe kur, kjo mbetet për tu parë, sepse tashmë, siç edhe e dini, akoma nuk ka filluar debati në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Dua të besoj që do ketë një reflektim, siç edhe thash, nga dy partitë e mëdha, jo aq shumë se janë të prirura të ndërtojnë një kod zgjedhor thellësisht demokratik dhe transparent, por se u duhen aleatët dhe për shkaqe pragmatizmi mund të ofrojnë aleatëve disa hapësira të vogla, aq sa ata do ta mendojnë se nuk cënojnë interesat e tyre thelbësore. Zoti Milo, faleminderit për hapësirën që na kushtuat. Ishte kënaqësi për mua.